kanë shtuar vetë në hartën që kanë bërë që në shtator, sipërfaqen e plazheve publike, edhe për shkak se mundësinë për plazhe private ne ja japim vetëm subjekteve të cilët kanë një hoteleri. Pra, një restoran nuk mjafton thjesht për të menaxhuar një plazh. Një kiosk, një beach bar nuk mjafton thjesht për të menaxhuar, sepse nuk mund të jetë shezlongu dhe çadra biznesi kryesor. Biznesi kryesor është struktura akomoduese. Kemi nevojë për kapacitete shtretësh. Dhe plazhi është një shtesë që i shtohet hotelerisë. Pjesën tjetër të plazheve, dhe ne kemi shkuar në llogarinë që bëjmë tani, 50% të plazheve i kemi publike, në shumë nga bashkitë, unë për shembull në bashkinë Shkodër shkon edhe mbi 60%, sepse edhe në ato raste 83% shkon bosh në Lezhë, nga Talja deri këtu. Nga Talja deri në Shëngjin 83%. Këtu është zona më ngarkuar se me hoteleri. Këtu është përqendrimi i hotelerisë dhe ka më shumë ngarkesë.